Elsa Demo, faleminderit që jemi ne në këtë bisedë, që ke lënë punët e vrullshme kam përshtypjen dhe sot Jo, një dhe ditë ashtë me shi, vrullshme. ditë me shi, ditë e vështirë, po ndonjëherë këto ditët me shi të bëjnë edhe të reflektosh mbi çështjet e përditshmërisë që kalojmë ne si gazetar. Po, nuk është shiu shkaku. Mua më pëlqen koha me shi, pavarësisht se nuk është edhe fort e mirë ta thuash, ndërkohë që shumë zona vuajnë pikërisht këtë pasojat e këtij fenomeni natyror, por aq edhe të punëve të këqija që bën njeriu. Do thonë zona tëra të përmbytura, edhe të keq menaxhimit nga institucionet të ngecura në varfëri, në lum, në zemrim, që përse pas kaq shumë vitesh, ku një pjesë e mirë e tranzicionit në Shqipëri ka shkuar për infrastrukturë rrugësh, sheshesh, qytetesh, rilindje urbane, dhe prap tjetë kjo gjendje. Ne jemi një vend fatlum për nga pozita gjeografike. Dhe nuk është se ndryshimet klimatike kanë vënë Shqipërinë në një pozitë shumë të rrezikshme nga që mund të jenë vendet tjera. Kështu që Shqipëria më shumë po vuan pasojat e punëve të këqija të qeverisjes se sa të natyrës. Pra edhe natyra është ku e ku shumë herë më bujare se sa njeriu. Gjithmonë kështu ka për qenë. Nuk do ndryshoj situata ndonjëherë? Jo, kur ne të vetëdijsohemi që mbase duam qeveri më të mira, njerëz më të mirë në drejtim? Do ndryshoj kur ndryshoj vetdia e njerëzve, vetëm vetdia mund të ndryshoj gjërat. Nuk mund të ndryshoj asnjë fabrikim i shpresës, asnjë fabrikim i optimizmit, apo i energjisë pozitive dhe gjithë sloganave që i dëgjoj shpesh të hidhen për të ngritur moralin shpirtëror njerëzve. Jo, vetëm vetdia, asgjë tjetër. Vetëm vetdia. Më qelloi para disa ditësh, një javë thuajse ose diçka më shumë në Prag. Ndoqa pjesën Rosa Egër të Ibsenit. Po çfarë vura re aty? Vura re mënyrën si teatr, po se si njerëzit e përcjellnin. E sigurisht Praga mbahet një nga shfaqjen, spektatorë, po mbahet si një vend ku teatri ka zhvillimin e vet. Dhe vura re spektatorët, vura re titrat që ishin përshtatur dhe për ne si audiencë, sepse shfaqja ishte në gjuhën çeke. Unë nuk kuptoj çekisht, por ama ishte teatr shtetëror, ishte iniciativë private? Privat, një teatr i vogël, por vura re që spektatorët ishin aty. Në një moment unë nxora celularin sepse doja të fiksoja ato titrat, se si ishin përshtatur për një audiencë ndërkombëtare. Dhe erdhi një zonjë afër dhe tha, "Çfarë jeni duke bërë? Nuk lejohet kjo gjë." Po krejtësisht salla në qetësi, krejtësisht salla duke përcjell. Sigurisht mendoj që teatri lidhet shumë me dinamikat e shoqërisë, edhe se si shoqëria e përcjell artin. Teatri edhe atëherë kur ai si art nuk e merr seriozisht shoqërinë, pra kemi të bëjmë me një art në së shumti komercial, që ndjek shihet e televizionit, ose që ndjek shihet e arteve tjera, e formave të tjera të shpresë, të cilat teatrit nuk i takojnë. Edhe atëherë ai reflekton shoqërinë. Pra teatri është një matës i mirë i vetvetes, i shoqërisë nëpërmjet vetvetes dhe nëpërmjet institucionit të teatrit. Që do të thotë, në teatrin e sotëm në Shqipëri, ti shikon llojin e publikut që vjen për shfaqje të caktuara, për autor të caktuar, shqiptar apo të huaj, për sensacionin me cilën shpërcjell në media, nga mënyra se si ata e kanë marrë informacionin. Më thënë, janë shumë element që tregojnë për shoqërinë jashtë kur vjen në teatr. Unë e shikoj me shumë vëmendje dhe akoma i mbetem atij perceptimi që nga momenti kur u shëm teatri kombëtar dhe u zhvendos
Te turbina. tek turbina e shikoj që publiku I tij ka ndryshuar. Domethënë është ka ndryshuar, është më shumë një publik që provizor. që ndjek jetën e rrjeteve sociale. Nuk është një publik që I intereson teatr, por që kërkon një dialog të kollajt. Domethënë mundësisht ulet aktori aty mes sallës edhe të komunikoj me të. Nuk është pretencioz, nuk është ambicioz. Dhe në qoftë se deri dje klasat I dallonte, domethënë të ardhurat ekonomike dhe profesione që ti bëje, ishte një mënyrë për t'i ndarë, domethënë, klasat në të pasur, të mesëm, të varfër. Sot janë kritere tjera që ti t'jesh pjesë e një shoqërie apo një tjetri, dhe dëshira për të frekuentuar teatrin, operën, unë them është një lakmi për t'i përkitur diçka, për të qenë pjesë. Nuk është se vjen e brendshme. Për të qenë pjesë e diçkaje. Jo, nuk mendoj, nuk mendoj, ka qenë tjetër tek ka qenë tjetër gjë, nuk do thosha krejt tjetër gjë, po tjetër gjë tek teatri. Unë di shumë njerëz për shkakun që nuk vinë më tek turbina. Si një formë edhe një lloj revolte? Po patjetër, një lloj revolte. Sepse ne, edhe pse jemi një popull që funksionojmë mbi mekanizmat emocional dhe jo mbi racionalitetin dhe vetdijen, prap I zemërohemi ose nuk e marrim parasysh që pikërisht njerëzit për shkak të zemërimit dhe të traumës që ju ka shkaktuar ai akt vandal I qeverisë, të jetë një arsye për të refuzuar për të komunikuar, domethënë, me një institucion. Dhe lënë më njanë qoftë edhe vepra shumë mira që kanë ardhur aty. Edhe kjo është pjesë e çfarë ndodh në shoqëri. Unë e mendoj teatrin, nuk jam njohë se mirë siç je ti Ilsa, sepse je marr gjithkohën me kulturën edhe me analizën dhe me marrëdhënien e institucionit me artin edhe me drejtimin që ka bërë politika artit, por unë si gazetare që jam marrë kryesisht me çështje sociale, por që në një farë mënyre jam publik, dhe më pëlqen ta shoh nga ky këndvështrim. Po ti në fillim je marrë me kulturën apo jo? Jo shumë me kulturën. Ne kemi punuar një kohë bashkë. Kemi punuar shumë shkurt. Shumë pak te koha jon? Jo te koha jon, tek shekulli. Tek shekulli. Unë të kam fiksuar te Filja, e mban mend Filen? Filja kishte restoranti, po, që gatuante për ne. Po. Edhe në fakt kam qenë gjithkohë një admiruese e heshtur e punës tënde, sepse në momentin që unë kam marrë te shekulli ti ishe në kulm të punës, kuptimin e arritjeve profesionale, edhe aty të kam fiksuar, të mbaj mend edhe për ato takimet e bordit që bëni me Marku, nëse të kujtosh, ajo ka qenë një periudhë mirë, një periudhë mirë. Një gjërat shumë të mira. Më pëlqente. Ka pasur shekulli. Madje tek libri që kanë bërë për teatrin, tek falenderimet që kanë bërë aty, sa I përket rrugës së këtij profesioni, e kam theksuar. Pavarësisht se rrugët ndahen me njerëzit, unë them që vjen një moment që duhet jesh mirënjohës, edhe armiku tënd. Po. Edhe armiku tënd duhet jesh mirënjohës për çfarë ai të ka bërë të kuptosh. Apo dështimi mëson më shumë se sa nga suksesi, me thënë drejtën. Jo, ky moment që po përmendim për mbledhjet e etikës. Etikës së gazetarit të shekulli. Ktu e kisha. Pra, pavarësisht se rrugët tona me Markun dhe me shumë të tjerë ndan, ai moment është për t'u vlerësuar. Ishte një moment I mirë, po. Sepse nuk është shumë e vështirë që ti të gjesh sot qoftë edhe kryeredaktorin ai që është përgjegjës për editimin e lajmeve, redaktimin, këshillimin e lajmeve tua, është shumë e vështirë të gjesh dikë I cili të shikojë distancuar produktin që ti ke bërë. Dhe të kuptoj edhe pozitën tënde, domethënë se sa me vështirësi ke arritur deri aty. Unë personalisht mendoj që nuk e shfrytëzova mirë periudhën e shekullit si gazetare.
Nuk dita të bëja network, e shumë aspekte të tjera. Network në kuptimin jo me kolegët, por me burimet, me gjurmimin. Nuk e shfrytëzova mirë, ndoshta isha në fillimet e mia, një rishtare, por ama mora shumë nga shekulli. Mendoj që shekulli ishte shkollë. Edhe në këtë dimensionin, jo vetëm thjesht mënyrën se si bëhet produkti, po edhe si reflektohet mbi produktin. Unë nuk e di, nuk do ta quaja shkollë. Kam dëgjuar shpesh kur thon për shembull për gazetën shqiptare që ishte shkollë. Në fakt tek gazeta shqiptare ajo që solli Carlo Bolino dhe të gjithë që punuan me të, Fatos Baxhaku dhe një Andi Tela dhe një radhë, domethënë gazetarësh. Më shumë kishte të bënte me një lloj strukturimit dhe propozimi të informacionit, them unë. Se sa të investigimit edhe të thellimit. Pra, shumë tek një lloj ambalazhimi. Sepse unë shikoja për shembull që gazetat e tjera nuk kishin tjetër thellësi nga ç'kishte gazeta shqiptare. Te gazeta shqiptare mund të gjeje gjithçka ndonjëherë. Po jo atë te gazeta të tjera mund të gjeje gjëra më interesante. Megjithatë, dua të them që kjo çështja e shkollës nuk është aq e institucionit, se sa e rezatimit, komunikimit që bën profesionisti, që bën gazetari me mjedisin. Ai punon. Sepse mund të jetë një mjedis i papërshtatshëm për të cilin gazetari mund ta kthejë në një sfidë të vetëm për të ngritur, domethënë mbi mjedisin. Po mund të jetë edhe krejt e kundërta që humbetet. Është dekurajues, është kthim mbrapa, domethënë, mund të vrasi talente që në embrion. Kështu që për mjedisin që ka pasur media në Shqipëri, not të vështirë kemi bërë, me thënë drejtën. Po ta mendosh. Po, edhe me shumë naivitet, me shumë sinqeritet, them. Në fillim më merrnin dhe më çonin bëj intervistë me sportistin. Bogdani kaq. Ku merrja vesh nga sporti? Sepse Google-i nuk ka qenë në këto nivele, inteligjenca artificiale nuk ka qenë, po s'kemi pasur WhatsApp edhe gjëra të kësaj natyre, kemi qenë vetëm me telefon, apo jo? Nuk është se na duheshin, edhe sot nuk besoj që na duan. Flas kur ti e starton gjën që nuk ke përvojë, nuk ke kush të ndihmon, je aty si një peshk i vogël në një oqean shumë të madh. Ose pastaj shko te Liri Belishova, bëj një intervistë, po ku kisha unë kapacitetin dhe përvojën për t'i bërë intervistë Liri Belishovës, apo jo? Isha një rishtare. Do me thënë, mendoj që edhe në një farë mënyre jemi përdorur në thonjza, në kuptimin jo vetëm të mos gjetjes fikse të asaj fushe, jo të shekullit, nuk i referohem vetëm shekullit, por në përgjithësi të gjithë karrierës, se nuk do t'i bjem në qafë shekullit. Në perceptimin tim ishte shkollë, sepse unë e lidh me shkollën që po bëja paralelisht, që ishte gazetaria. Dhe profesor Markun e kishim në auditor në universitet, po e kishim dhe aty, dhe në koncept, në perceptimin tim ishte kjo. Mbase e kam mitizuar dhe nuk e ndaj dot saktësisht sa kam fituar nga shkolla dhe sa kam fituar nga shekulli, në kuptimin e përvojës, dijes mbi profesionin. Por, Elsa erdhën kohë të arta për gazetarët, sepse teknologjia na dha mundësinë që të mos ishim më në nënhyshmin, po them, të këtyre strukturave. Pra, kushdo kohë të arta, unë absolutisht nuk ta quaja kohë të artë. Nuk mund ta quaj kohë të artë. Janë kohë më të vështira sot? Në kuptimin e se sot kushdo që ka një ide të mirë, ka mundësi për të pasur, për të krijuar platformat e veta. Çdo shpikje është në dorën e njeriu dhe varet se si ti e përdor atë shpikje. Ajo mund të kthehet kundër teje, ajo mund të shërbejë si një gjymtyr të cilën ti nuk e ke, ose një pjesë e jotja e cila nuk ka atë aftësi që mediumi ta përmbush, por unë them që kjo është një kohë kur teknologjia po përdor njeriu. Pra është e kundërta, s'kam se si ta quaj kohë të artë.
Pra nuk njohim ne sot profesionistë që po bëjmë punë të mira në sajt të kësaj patjetër. teknologjie? Jo në sajt të aftësive tyre profesionale, edhe për të përdorur teknologjinë. Absolutisht jo, nuk është e kundërta. Qofse unë nuk mund ta pranoj këtë gjë. Qofse unë pranoj këtë gjë, atëherë do të thotë që unë kam bërë një hap mbrapa. Pra, unë mund t'i vlerësoj disa gjëra teknologjisë. Nuk e di nëse mund t'i vlerësoj edhe këtë moment që ne po flasim, pra teknologjia ka bërë të mundur edhe këtë formë të ushtrimit të zgjatimit, domethënë të gazetarisë, por them drejtën, unë mund të bëja edhe pa këtë. Po, mund të bënim dhe pa këtë. Mund të mos bëja pa. Fjala vjen peizazhet e fjalës, apo reporterin, birnin, ku po flas për dy forma të gazetarisë, apo të publicistikës, eseistikës në web, në kohën kur printi po bëhet tërësisht inekzistent. Po, në këtë drejtim do thosha që nuk do bëja dot. Por jo pa ato lloj formash të cilat po e përdorin gazetaren. Kur unë thash që ose u krijua një periudhë e arti, referohesha faktit se disa nga gazetarët që kishin kapacitet nuk detyroheshin më të qëndronin në kushte deri skllavëruese të pronarëve të këtyre media. Pra, si të thuash, gjithmonë kështu ka qenë, Valmora. Se ti mendon që ka ndryshuar forma, apo jemi prap në skllavëri? A ka ndryshuar kjo formë? Në skllavërinë e rrjeteve sociale, në them. E tutelës pronarëve të mëdhenj të televizioneve? Jo, nuk ka ndryshuar. Jo. Absolutisht, është sofistikuar. Po. Është sofistikuar gjëja. Ka krijuar forma brenda televizionit, forma të tjera komunikimi, rubrikash, emisionesh, të cilat mund të vinë ëmbël dhe mirë për ndërtimin e një karriere, për ngjitjen e shkallëve ose për të bërë më i njohur. Mund të vinë ëmbël edhe bukur për një periudhë kohe, po për ato që është një profesionist e kupton që këto janë një grack për profesionin. Po, janë në thelb. A mendon se këto pak përmbajtje cilësore gjejnë treg, se po hyn në do ta komercializoj, por në kuptimin që ai gjejnë audiencën sot në Shqipëri për mbajtje cilësore. Është një nga çështjet që diskutojmë më shpesh, edhe që kemi dilemë. Jo, nuk e gjej. Pse? Nuk e gjej. Mbasim rrugës, çfarë? Unë nuk e di se si funksionon menaxhimi i qarkullimit produkteve gazetareske, meta gazetareske, jo gazetareske, gossip, celebrity, do të thonë vëri çfarë do lloj show-ve dhe programeve të ndryshme argëtuese apo jo argëtuese. Unë nuk e di fare se si funksionon kjo. Sepse edhe nuk më intereson, them drejtë, nuk është pjesa ime. Por ajo që konstatoj unë është që kur ndesh në një produkt me cilësi, them që ai ka qenë nën eklipsin. Do thënë është nën eklipsin, është nën hijen, është e kanë shtyr, e kanë shmangur, do thënë produkte të tjera shumë të mëdha, të cilat paguajnë, patjetër. Paguajnë abonent, paguajnë, nuk e di çfarë, nuk e di mirë se si funksionojnë, kanë sponsor të fuqishëm nga mbrapa. Dhe pra kjo është çështja e menaxhimit, për të mos u hallakatur, është çështja e sa paguan. Patjetër është çështja e publikut. Është çështja e publikut. Çfarë i ndodh publikut? Do diçka relaksuese, nuk do diçka që ta vërë trurin në punë, nuk percepton, nuk kap dot mesazhet e këtyre përmbajtjeve cilësore. Çfarë i ndodh publikut? Nëse e ke menduar, se kam përshtypjen gjithë ne që prodhojmë e mendojmë këtë gjë. Nëse
një publik është interesuar më shumë të dëgjoj për divorcin e një çifti të shquar balerinësh në Shqipëri dhe nuk i plas se çfarë bëjnë ata si krijues. Në të vërtet, atëherë këtu ka një problem. Pra, nëse jeta private e një artisti shet më shumë dhe shet aty ku ai me vetë di apo ftohet dhe ai vetë e di, domethënë që po ftohet pikërisht për këtë gjë, për të shitur, atëherë mua këtu më duket që ka një problem nga gjitha palët. Edhe me vetë artistin. Patjetër. Sepse ai ndodhet një moment jetës vet ku s'ka se çfarë të thotë si artist. Po për të qenë prezent, për të thënë që ekzistoj, është jeta e tij private. Përndryshe unë si gazetare më duket shumë e trishtueshme që shikoj tjetër gjë në teatrin e operës e baletit dhe platformat, podcast, forma tjera merren me jetën private të dy njerëzve që po të mos ishin artist nuk do më interesonte. Nuk do më interesonte, sikurse nuk më intereson një temë e tillë në forma tjera të shpresë, të telenovelës, të romancës, të çfarëdo lloj forme. Pra, nuk qen ka vetëm faji ynë, nuk si media. Është sistemi. Është edhe artisti dakordsuar. Nëse mund ta quaj media, megjithse këto forma unë i kam parë brenda çatisë së madhe të mediave të mëdha, pavarësisht se i bëjnë persona që s'kan lidhje me gazetarin, po persona të cilët e përdorin kartën e tyre si figura publike. Por të futur dhe aty ku nuk i takon. Pra sot ka fshirja e kufive mes kush bën çfarë. Kush bën media, kush bën gazetari. Kush është gazetar tek e fundit? E ndjen veten të autorizuar të bëjë opinion publik. Fshirja e këtyre kufive dhe përdorimi i kompanive nga ana e kompanive të mëdha mediatike e këtyre burimeve është me shumë influencë tek popullata, te njerëzit e publiku, të cilët nuk e di as nëse duhet i quaj publik, sepse nëse publik deri para pak kohësh, deri para daljes celularit, iPhone-it, dhe formet komunikimit të sofistikuar të cilën ti e ke në xhep, ti ishe një publik i kinemas, i teatrit, i televizionit. Dakord? Po. Kurse ti tani je publik në taksi, bëhesh publik në rrugë, bëhesh publik kudo ku ti mund të kesh akses. Pra ndryshon edhe statusi i të qenurit publik. Publik mund të jetë kushdo. Radio nuk e kam atë rëndësi që kishte më përpara, sepse edhe radion ti mund ta dëgjoje duke ecur në taksi. Por niveli i folësve dhe i temave gjithashtu ka ndryshuar në radio dhe kjo e ka bër nevojën për të folur, e ka bër në kufit e marrëzisë, nevojën për të folur dhe nevojën për të dëgjuar ata dhe për të dëgjuar ata që flasin, është në kufit e marrëzisë. Pra njeriu duhet thot stop, dhe kam përshtypjen që duhet jetë edhe një luftë e përditshme e shumë njerëzve të cilët përpiqen të bëjnë këtë stakim me këtë presion për të tërhequr vëmendjen tënde nga punët më rëndësishme nga të gjitha format. Pra, kthehemi edhe një herë tek pyetja, është dëshira për të qenë prezent dhe influent. Që natyrisht është në kurrizë të përmbajtjes, se ti s'mund të prodhosh përmbajtje me këtë lloj frenezie dhe pa pasur kompetencën, dhe e dyta është çështja e publikut. Ata. Është një publik i cili edhe sikur ti ishte i gatshëm për shumë konsum, edhe sikur ti ishte i gatshëm, nuk do ta përballonte dot, ajo më që nuk është i gatshëm. Nuk është i gatshëm.
sepse ne mbetemi një shoqëri me kapacitete të caktuara, Po. Po cila mbetemi një shoqëri me rrjedhje, edhe nuk flas thjesht për ka një shoqëri me rrjedhje numerike, nuk e kam vetëm këtu, po një shoqëri e cila vetëm dobësohet në shumë aspekte atje ku shoqëritë forcohen ose duhet forcohen, duhet të rriten në edukim, në arsimim, kryesisht. Po edhe në një treg konkurrent, edhe tregu konkurrent të rrit aftësitë e tua, të përgatit. Po. Dhe këto dy gjëra shumë të rëndësishme, pra përgatitja për të ardhmen, për të hyrë në profesion dhe tregu profesion i profesionistit, i profesioneve, janë dy sfera për të cilat shoqëria jonë mbetet akoma shumë larg një shoqërie të qytetëruar. Në këtë mënyrë ajo është shumë e kollajt për t'u peshkuar. Po, për t'u përdorur. Po. Për qëllime, qoftë edhe qëllime afatshkurtra të zgjedhjeve apo për t'u përdorur dhe pa qëllim. Edhe pa qëllim. Domethënë kjo është një rendje e qëllimshme drejt mungesës së qëllimit. Është e tillë duket. Një programim, sepse të gjithë thonë kap audiencë, kap klikime, kap për çfarë. Si e ke parë vendimarrjen e qeverive, në fakt jo vetëm të kësaj qeverie, mbas edhe të qeverisë së mëparshme, të para 13 viteve, po themi. E mëparshmja që është ka pasur edhe të mëparshme, se kjo e mëparshmja, po e mëparshmja është e njëjta gjë. Në raport me vendime të rëndësishme për artin dhe kulturën në Shqipëri. Apo Valmura, kanë shkëlqyer me mos prezencën e tyre. Për të qenë më konkrete, ne kishim lënë takimin ton për disa ditë më përpara dhe unë e shtyva sepse kryetarja e Komisionit për Turizmin, Kulturën dhe Sportin, që është një komision i ri me riformulimin e ministrive, disa ministrive, në këtë rast të Ministrisë Kulturës që bashkohet edhe një herë me turizmin dhe sportin, duke u shkëputur nga ekonomia dhe inovacioni, pra me zonjën Nina Zhupa. Ishte era parë që naftonte gazetarët e kulturës, një komision parlamentar, dhe them të drejtën, unë e mora shumë seriozisht, jo duke shpresuar në ndonjë gjë, por unë besoj që çdo qytetar duhet i shfrytëzojë të gjitha hallkat e shtetit, nga sado burokratike t'i duken, duke lënë gjurmën e tij si qytetar të ankesave, të shqetësimeve, të ngritjes së zërit, domethënë të kërkimit të së drejtës, duhet ta shfrytëzojë, pavarësisht se sa dëgjon institucioni, duhet që gjurma e tij të jetë aty, e jo më e një profesionisti. Kështu që personalisht unë gjithmonë e kam përdorur dhe këtë formë komunikimi, edhe ngritjen e zërit drejt për drejt, por edhe shprehjen e shqetësimit nëpërmjet letrave. Kështu që mu duk një gjë e mirë që u takuam dhe ajo na dha fjalën për të na dëgjuar se si e shikoni tablon kulturore. Biseda filloi me një prezantim nga vetë zonja Zhupa. Ju e dini që ajo ka pasur si kal beteje trashëgimin konkretisht Butrintin, që ka mbrojtur në parlament, dhe ajo që unë përjashtrova ishte duhet i kthejmë syt dakord të trashëgimia, ju keni informacion dhe jeni informuar për këtë gjë, po duhet kthyer pak syt nga ato që janë themelet të kulturës, e për të cilat duhet menduar seriozisht dhe duhet kërkuar llogari seriozisht. Që janë të paktën 4 shtylla themelore që quaj unë, dhe ku qeverit për t'ju përgjigjur pyetjes tënde kanë dështuar. Ato ministri që kanë qenë, ato ministri që administrojnë këto fusha, pra ka të shtylla që janë libri, që janë kinematografia, që janë teatri dhe arti bashkohor. Dhe po të marrim konkretisht librin, sepse ka të bëjë me atë që ne po e përmendim
Pra nëse do kishte një fjalë kyç, ky podcast, ky diskutim që po bëjmë bashkë është nevoja për një vetdije, për ndërgjegjësim. Nëse njerëzit nuk e kuptojnë rëndësinë e diçkaje, si do ta marrin ata seriozisht, si do t'ju bëhet ajo e rëndësishme, domethënë, për jetën. Ne po flasim për librin, që është jetik. Po flasim për edukimin, libri është jetik për edukimin, nuk e kam fjalën tek fictioni. Kur them libri, them çdo formë e kulturimit që vjen nëpërmjet librit. Dhe ne kemi një qendër kombëtare për librin dhe leximin, e cila u njoh në mandatin e parë të qeverisë Rama, kur Mirela Kumbaro erdhi si ministre, një qendër të cilën ajo në fakt pothuajse me bindur që e ka marrë si model nga qendra kombëtare e librit dhe leximit, qendra franceze, dhe nuk u arrit që të ndërtojë një strukturë. Problemi i këtyre modeleve kaq të mira në letër, në realitet figurojnë disa struktura të varfra, të cilat nuk kanë mbi të gjitha specialistë. Specialistë të cilët të njohin fushën për cilën janë të ngarkuar aty, të gjejnë, të ndërtojnë strategji, të bëjnë politika kulturore, të gjejnë zgjidhje. Këto janë disa kioska kulturore. Nuk kanë vend njërë, nuk kanë seli. Nuk kanë seli. Ka qenë mbrapa një kafeneje, mbrapa komitetit, qendra e librit dhe leximit, diku aty tek piramida, është një turp kombëtar. Pra siç është ajo një qendër kombëtare në letër, ashtu është një turp kombëtar në realitet. Qendra të cilat nuk kanë specialist, nuk kanë njohës të nuk janë njohës të politikave në fushën e librit. Dhe gjendja e autorëve shqiptarë në realitet është një tregues i varfërisë së funksionimit të kësaj qendre. Ke autorë të cilët janë tërësisht varur nga kontrata mizerabël, nga kontrata shtrënguese, nënshtruese me shtëpi botuese. Autorë të cilët nuk është shumë e vështirë një autor shqiptar të fitojë një rezidencë që të punojë i qetë për të bërë veprën e tij të ardhshme të paktën për 5 muaj dhe të paguhet nga shteti shqiptar për këtë gjë. Ne kemi autorë shumë të mirë, madje një pjesë e mirë autorëve dhe që unë njoh, nuk janë thjesht autorë që bëjnë letërsi. Janë autorë me kontribute të tjera, merren me përkthime, shkruajnë në publik, kanë një ndikim ose mbajnë ato bërthama të vogla lexuesish pas vetes. Dhe kjo qendër nuk ka menduar kur për këtë formë mbështetje të autorëve. E njëjta gjë dhe për përkthyesit. Libri ka një distancë shumë të madhe mes mënyrës paketimit, pra që i ka bërë në platforma, në programet politike, në programin e parë, se pastaj ne e dim që s'erdhi asgjë. Programi i parë ka qenë, me thënë drejtën. Programet e tjera ne e dim që kreu i qeverisë me duar në xhepa doli në arenë dhe sofistikoi me forma të tjera, domethënë i hyri në pjesë edhe profesione që ne kemi. Duke bërë, jo, po e them për lehtësi komunikimi. Megjithatë një pjesë e mirë e artistëve kanë kaluar aty, kanë kaluar sa në hapësirën e tij që ai krijoi kod, pra arti bashkohor, dalim tek kolona tjetër, sepse po të mos ishte Edi Rama kryeministër, patjetër nuk do ishte po mark të segment, pra që ai e ka përdorur politikën për qëllimet e veta. Nuk besoj që do të ishte në këtë nivel. Jo vetëm arti bashkohor, po edhe krijimi me një megalomani e idesë që ky vend nuk prodhon asgjë dhe vetëm qarkullimi i emrit tënd nëpër botë mund të të bëjë që të quhesh dhe të kesh një emër dhe të jesh dikush dhe të kesh dinjitet. Sepse në momentin që ai
u bë i fuqishëm edhe politikisht, ai e përdori pikërisht për këtë gjë, për një PR, për veten e vet dhe për klanin e artistëve që kanë mbajtur rreth rrotull vetes. Dhe prezantimi i Shqipërisë në 2 biennalet e fundit, qoftë në Bienalen e Artit Bashkohor edhe në Bienalen e Arkitekturës, ku ai mblodhi gjithë star arkitektët, u përfaqësua me gjithë star arkitektët që ka rreth rrotull vetes dhe kanë bërë këtë përshesh në Tiranë, që prej 2013-s, pra, është treguesi i politikave, i jo politikës që ai ka ndjekur për si duhet jetë, si duhet funksionoj galeria kombëtare, si duhet funksionoj skena e pavarur, me mbështetje po ashtu, duhet kishte një qendër të pavarur vetëm për artin bashkohor, që të mbështeste gjithë ata që nuk janë punësuar gjykundi, por që punojnë në mënyrë punojnë siç bën ti këtë gjë në mënyrë të pavarur. Pra duhet mendoj shteti për këtë punë, kush duhet mendoj? Duke si mund ta zgjidhim? Si mund të në komision na diskutuat? Patjetër. Duke bërë kontroll, domethënë komisioni për kulturën duhet të dalë mbi qeverinë, a ka një kontroll mbi qeverinë, në sensin, jo, kur them duhet të dalë mbi qeverinë, të ushtrojë të drejtën e fjalës, më fal, nuk e pengon ministri jep llogaritë ky komision. Po. Dhe te ky komision të paktën ne të dim që ky komision është informuar dhe është i përgjegjshëm dhe e njeh situatën, po mua më rezulton që as komisioni nuk e njeh situatën. Dhe kërkesa që adresova aty ishte kjo: lërini më njanë guida turistike që mund t'i bëni grupit të deputetëve të komisionit tuaj në Butrint apo diku tjetër, dhe bëni këtë guidë në bibliotekën kombëtare, tek Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit, në Qendrën Kombëtare të Kinematografisë, në Galerinë Kombëtare të Arteve, dhe kërkoni llogari përse janë tejkaluar afatet. Përse janë tejkaluar afatet e rekonstruksionit, çfarë po bëhet? Në çfarë faze është? Përse ka jetuar, përse ka qëndruar ka gjatë Galeria Kombëtare pa drejtues? Çfarë bëhet me koleksionet? Kjo pra, kjo është në thonjza një lloj zgjidhjeje, sepse në momentin që ti ushtron presionin për këtë transparencë, që s'mund ta bëj vetëm gazetari, sepse aksesi harroje, është bllokuar, aksesi gazetarit për të përgjigjur zyrtarisht këtyre pyetjeve dhe të siguroj përgjigjet për kulturën, për gjithçka. Po, patjetër. Kështu që kjo mund të ishte një lloj rruge drejt zgjidhjes, do thosha unë, sepse ju e keni parë se sa probleme zgjidh stopi ose zgjidhin emisionet investigative në formën e presionit. Zgjidhin problemin lokal, si të thuash. Aty ku ti e lokalizon, e qentron, atë nuk zgjidh problemin e krejt sistemit, po qoftë edhe kjo të bëhej. Pra, është qesharake kjo që them unë, në një sens, që komisioni parlamentar të kryejë funksionin e kamerës së fshet. Por në një farë mënyrë nuk ka bërë asgjë deri tani. Nuk ka bërë asgjë deri tani. Kultura është inekzistente për sytë e tyre. Unë mendoj që ne e kemi humbur momentin, si gazetar po flas, jo vetëm si nuk i referojmë këtu kulturës posaçërisht, por në përgjithësi si gazetar kemi humbur luftën, si të thuar, sidomos kur nuk kemi protestuar, dhe jo protestuar me pankarta, por flas për të kërkuar të drejtën tonë për të pasur konferenca shtypilëse. Kam diskutuar me disa kolegë tanët, pse nuk reagojnë për këtë gjë. Atëherë dalim tek pyetja, cila është forma e komunikimit të institucioneve me median? Forma e komunikimit është WhatsApp-i, që është tërësisht e papranueshme. Tani unë për këtë çështje kam 2 vite që përpiqem. Kur them 2 vite, po flas 2 vite në mënyrë zyrtare, sepse tek e tek me drejtorët e institucioneve, u bë kaq shpejt kjo valmora, gjithë ky presion dhe ky kontroll. Domethënë kryeministri hapi kanal televiziv, hapi kanal podcasti, dhe kjo ishte
domethënë futi regjinë qendrore Po. për konferenca shtypi, për tubime, Ka qenë me kasetat më përpara. për gjithçka. Ka qenë me kasetat. Thjesht Po, dakor, mirë, nuk po përpiqem t'i bëj atë rrugtimin e plot se si nisi kjo punë, por dua të them individualisht e kam bërë me drejtuesit e institucioneve dhe me persona që janë të ngarkuar për të përgjigjur se për shtypin dhe për publikun. Ka Ju e dini këtë gjë që teatri kombëtar nuk ka zyrë të marrëdhënieve me shtypin dhe publikun. Duhet këtë futur tani në fund një vajzë të punësuar, po për vite, kur ka qenë Altin Basha nuk ka pasur. Ndoshta edhe më përpara. Nuk ka pasur. Po të marrë teatrin kombëtar. Institucionet e tjera e kanë kthyer Facebookun dhe Instagramin formën zyrtare të komunikimit të mesazheve me media. Po. Nuk është kjo. Dhe këtu kam këmbgulur shumë. Kam shkuar, i kam shkruar zotit Gonxhe që nuk është kjo mënyra e komunikimit me gazetarët, krijimi një grupi WhatsAppi dhe nga zemërimi ata e bën one way. Po pra, se kontrollojnë ata komunikimin, se çfarë shkruhet aty. Në momentin kur një grup gazetarësh nga gazetarët e kulturës, po edhe të ekonomisë, kur ishim në të njëjtin ekip, atëherë ata e bllokuan fare këtë gjë dhe të njëjtin model kanë dhe përdorin sot e kësaj dite institucionet e tjera. Ajsa unë jam detyruar dhe kam dal nga grupet. Sepse si një formë reagimi për të thënë që unë nuk e pranoj këtë formë komunikimi. Dhe kam insistuar në ruajtjen e komunikimit zyrtar të njoftimit për shtyp nëpërmjet emailit. Sepse është komunikimi që ata e kontrollojnë, mirë po s'ti japin mundësinë të bësh pyetje, s'ti japin mundësinë të diskutosh, s'ti japin mundësinë të pyesësh se ku do shkojnë me politikat e tyre. Po, patjetër. Do thënë ke institucione pa agenda, pa kalendar, ata as vetë nuk e dinë se ku po shkojnë. Ka pasur dhe drejtues qëllim mirë, edhe drejtues qëllim mirë, të cilët kur e kanë marrë përsipër drejtimin e një institucioni, e kanë parë që shkryuar një tradit ka qenë mbrapsht, sa e kanë pasur shumë të vështirë ta kthejnë në normalitet. Po. Sigurisht ka institucione që bëjnë përjashtime, dhe njëri për këtyre institucioneve në drejtim të komunikimit me media që bën përjashtim dhe nuk është aq merit e institucionit se sa individëve që punojnë aty. Cili është? Kam fjalën për Ada Ruçin e teatrit eksperimental. Ada është një vajzë me një eksperiencë shumë të gjatë, nuk e ka ndruar, aty ka qenë në atë pozicion dhe është vërtet për tu përgëzuar, domethënë, sepse mendoni që një pjesë e këtyre ngrehinave, as institucione nuk t'i quaja, po e këtyre ngrehinave, pra e disa konstruksioneve të papërfunduara valmore. Janë të papërfunduara këto gjërat tona. Kanë një çfarë tipu janë të papërfunduara. Janë të papërfunduara mendërisht, janë të papërfunduara në frym, në atë se çfarë duan të bëjnë. Nuk e dinë se çfarë duan të bëjnë. Dhe ja vën fajin buxheteve. Ja vën fajin sistemit. Po ti vetë çfarë bën për ta ndryshuar sistemin? Arrin deri aty kjo forma e komunikimit me gazetarët sa ta drejtoj grupin e WhatsAppit, një nga institucionet kombëtare, grupin e WhatsAppit gazetarëve drejton drejtori. Pra drejtori nuk ka punë më të mirë për të bërë dhe për të thënë që unë jam këtu. Veçse duke shpuna e tij. Në thelb është puna. Dhe po të hysh të shikosh pastaj që çfarë në të vërtetë bën ky institucion, atëherë share dhe komente. Do dal një gjë shumë e frikshme përpara.
dhe ti do shikosh që ketë bësh me një institucion që nuk ka një strukturë. Pra, ne riformulojmë ministrira dhe se çfarë bëhet poshtë në institucionet e varësisë, se si janë të strukturuar ato dhe se si funksionojnë, kanë apo s'kan njerëz, kanë juristë apo s'kan juristë, kanë ekonomistë apo stafet që ndrojnë, pikërisht. se ministrat marrin stafet më vete, për shembull Kumbaro, Po, një ushtri të tërë në punësish, të frustruar, të friksuar, duke menduar se si të gjejmë forma për t'i mbijetuar një drejtuesi apo një tjetri, humorit të njëri drejtues apo të një tjetri, dhe akrobacirave për t'i mbijetuar një buxheti apo një tjetri. Dhe nuk e meritojnë institucionet tona, sepse brenda ato ruajnë potenciale të tilla që një mendje e kujdesshme dhe e përulur për t'u përkushtuar asaj gjëje dhe jo performancës para shefit, do ndërtonte programe shumë interesante për të thithur publik dhe për të edukuar brezat, dhe për të edukuar brezat. Ushqimin që na mungon. Ne nuk kemi, se këtë mendoj ndonjëherë dhe them, gjithmonë teknologjia, të rinjt nuk lexojnë, apo publiku ndjek të lloj përmbajtje, po çfarë variantesh ka publiku? Çfarë opsionesh në tavolinë ka publiku për të ndjekur sot? Unë jam e sigurt që përveç se përmbajtjeve tresh që përmendëm, që një pjesë e mirë e njerëzve as nuk e din kush e ka fituar çmimin kombëtar të letërsisë vitin e kaluar. Çmimi kombëtar i letërsisë është inekzistent. Po dhe panajiri i librit. Është inekzistent. Shiko panajirin, është kthyer në një dyqan. Jo, pra se s'mund të jetë kur unë përmend çmimin kombëtar, s'mund të jetë panajiri direkte. E të kuptova, s'mund të jetë propozimi panajiri. Panajiri është një treg i librit. Unë po flas për atë rrugë që do të çon tek panajiri. Pra, ai autor që do fitonte çmimin kombëtar të letërsisë, nëse ky çmim do të kishte atë dinjitet, atë rëndesë, atë vlerësim që meriton, Një autor i tillë do ishte një nga autorët më të shitur panajirit. Duhet ishte me logjik, siç e kanë kulturat e tjera. Ja ku ti e ke ndihmuar autorin. Po. Të ecë. Në saj të meritave ti, në saj të veprës ti. Jo me forma në saj të produktit. Jo me forma të tjera të jashtme, jo nga që një X gazetar, po nga që ke një kompani mediatike nga pas, apo një universitet nga pas, po, e drejtë. Që ti të shesësh. Dhe nëse në Shqipëri, nëse ti shet një herë, ti ke për të shitur deri në fund të jetës tënde. Ky është mallkimi. Pra, është një fat i madh për ata që e përdorin këtë formë, por unë e quaj një mallkim për kulturën. Ja pra çmimet kombëtare, po që të shkosh te çmime të tilla që të marrin këtë vlerë dhe këtë peshë, ti duhet kesh juri me integritet, duhet kesh njerëz me integritet, duhet kesh profesionistë të cilët nuk e shesin në pazar atë votën e tyre. Siç mund ta shes një qytetar për të mbajtur në fuqi një qeveri të korruptuar. Pra, edhe ne kemi ndërtuar një sistem libri të korruptuar. Pra, kur korrupsioni ka arritur deri te libri, shpresim jo deri te libri. Pra, nuk është libri treguesi model. Se sa e kalbur është mënyra se si funksionojnë gjërat. Po flasim për mënyrën se si funksionon sistemi i vlerësimit tek ne. Nga një elit, sepse ata që ftohen dhe ti vlerësojnë këto gjëra, presupozohet janë një elitë e shoqërisë, se janë profesor në universitete, janë shkrimtar, janë
janë njerëz të lirë në një farë mënyre, duhet të ishin njerëz të lirë. Atëherë dalim tek pyetja që Çfarë i kushtozon? dalim tek pyetja që një sistem i tillë që në fakt duhet të buronte nga liria, një sistem i tillë vlerësimi. Jo vetëm nuk buron nga liria, po e ka marrë peng lirin. Kjo ka ndodhur edhe me artistët? Po patjetër. Po kur themi artin dhe me artin je në format më masive të komunikimit edhe të marrëdhënies, domethënë me publikun, sepse këtu ke teatrin, ke operën, ke muzikën, kineman do thosh, apo edhe përmendja e disa prej këtyre është sa për formë për t'i renditur midis arteve të tjera, sepse unë nuk e di tek ne prodhohet aq pak. Sa edhe ajo pak nuk arrin të komunikon më pak nga ç'është, domethënë. Ti prodhon një film që presupozohet ta shfaqësh për së paku 2 javë në kinema. Edhe në një natë të thithësh së paku 30 vet. Po. Por asnjë film shqiptar nuk arrin ta bëjë këtë lloj xhiro, po flas për filmin që prodhohet me fondet publike, nuk po flas për filmin komercial, filmin që ka tjetër logjik si funksionon, që prodhohet nga influenca, nga PR-i, nga marketingu, që prodhohet nga kompani dhe nga individ që kanë të tjera qëllime, domethënë. Pra, edhe kjo ishte një thirrje për Komisionin e Medias që të shikojë kushtet e qendrës kombëtare kinematografisë, të shikojë gjendjen e kinemave. Nuk kemi një kinema publike, Almora, po këto gjëra janë thënë dhe stërthënë, ose nuk e di sa janë thënë te podcasti juaj, po te podcasti juaj duke qenë më duket sikur vazhdoj bëj një monolog duke i thënë këto gjëra. Po me siguri ke thënë në emisionet e tua. Jo, edhe në një shkrim, në një analizë dhe më vjen keq për shembull. Edhe në diskutimet një shkrim i tillë, ja për shembull, vetë shkrim, unë shkruaj për kinemat dhe për filmat që s'kan akses dhe për kinemat që mungojnë, ose për thjesht zinxhirin e kinemave komerciale që funksionon tek ne. Dhe ky shkrim nuk ka akses, domethënë nuk ka qarkullim, sepse gjëja e mirë mbytet rrugës. Jo, nuk ka të bëj thjesht, edhe nuk po them që fakti që nuk qarkullon është tregues i cilësisë. Mua më vjen keq ai tekst nuk ka qarkulluar, ka qenë edhe për shkak të platformës që e botoi. Por aty e kam trajtuar pikërisht këtë gjë, thënë se sa deficiente është kultura kinematografike, ajo që prodhon dhe ajo që konsumon, ajo që duhet të konsumojë. Është një raport shumë i mangët. Të katërta këto shtylla komunikimi, po, janë jo funksionale në Shqipëri, apo ja? Libri janë defektoze. Po. Çfarë përgjigje morët nga ata të komisionit? Jam shumë kurioze, nga deputetët. Zonja Zhupa ishte shumë e vëmendshme, ishte shumë e kujdesshme, i dëgjoi të gjitha koleget. Që ishin aty të pranishme, e mbushi bllokun e saj dhe besoi do ketë punë për një mandat të tërë. Po ne kemi pasur në fakt unë e di që ajo është luftarake, në podcast për çështjen e bullizmit, edhe për mungesën e një strategjie kundër bullizmit kombëtare, në fakt që nuk ekziston. Edhe na ka premtuar, ata kanë një komision me deputet, na ka premtuar që do të vazhdoj luftën e saj, sigurisht, dhe atë që i thash, do të ftojmë prapë në podcast dhe do të pyesim çfarë ke bërë. A ju e keni ftuar një? E kemi ftuar, po, para disa kohësh, pikërisht për çështjen e bullizmit. Unë vetë gëzoj respekt për marrëdhënien që ka me mediat, por sigurisht sistemi është ai që është. Jemi në kushtet si të thuash, një mazhorancë që ka shumë numra në kuvend, e një opozite që është ajo që është.
Po, Unë dyshoj nuk te mund kjo. ta nuk mund ta varim çdo diskutim tek numrat, Po, e vërtet është. Jam dakord që sepse po. numrat nuk thonë në shumë raste nuk thonë asgjë. Ke një parti të re Po ka shumë rëndësi. shehaj që janë Po, vetëm ka 2 dhe po shumë bëjnë rëndësi luftë. nëse Po. zëri yt është cilësor aty brenda. Fytyra jote ka për të qenë e parrushme E drejtë është. në kuvend. Po. Dhe për t'ju kthyer pyetjes tënde që the pse e bën Rama këtë. Po të ndjekësh rrugtimin e tij si intelektual, do të thëmë kam një farë hezitimi kur e them këtë fjalë, sepse mund të bësh intelektual, po mund të jetë shumë e vështirë për ta mbajtur këtë. Pra, ai e filloi rrugtimin si intelektual, mësimdhënës, njëri që ushtronte kulturën e shkrimit, dhe e njihte mirë, domethënë këtë, e ka përdorur në maksimum me eficiencë. Por pastaj e dorëzoi këtë aftësi, sepse i hyri një rrugë ku shumë pazare ka bërë rrugës, por mua më rezulton, Valmora nisur dhe nga shkrimet e tij të hershme, qëndrimin që ai ka mbajtur, fjala vjen ndaj artit figurativ, ndaj gjithë asaj trashëgimie të realizmit socialist që ruhet në fondet e galerisë kombëtare kryesisht, po edhe në ndonjë fond tjetër, e trashëgimisë filmike, po të marr këto dyja, kryesisht sepse për këto ai është artikuluar më shumë, edhe në shtyp që kam parë. Ai ka qenë i paqëndrueshëm dhe një paqëndrueshmëri jo prej njeriu i cili është duke shqyrtuar, jo si një njeri që ka dilema. Pra që thot kjo s'bën në fillim, pastaj fillon e shikon me kujdes dhe thot jo, unë jam nxituar, nuk është e tillë. Pra nuk është qëndrimi i tillë, qëndrimi i Edi Ramës. Qëndrimi i Edi Ramës është prej refraktari, prej njeriu që i jepet pasioneve, pastaj këto pasione i harron dhe kur është në një fush interesash, atëherë i jepet interesave. Unë kujtoj, kam parasysh ai ka qenë nga kritikët e Ismail Kederes. Në momentin që edhe Ismail Kedere pati një lloj reabilitimi, do thënë pas sulmeve që u bën, pas qëndrimi kritik që mbaj ndaj veprës dhe figurës së tij pas 90-s. Edi Rama ka qenë një nga të parët që e mori nën sqetull, si të thuash, sërish. Deri në funeralin e tij. Mund të duket, jo, kur them kjo marrja nën sqetull, do thot dikush që Kaderi është figura që e madhe, sa nuk mund të merret nën sqetull. Fjalën për potencialet e tij si influent në politikë. Ato mori nën sqetull Rama. Ato karta, si të thuash, të Kaderes. Dhe mua më rezulton që ky qëndrim i tij sa mohues në pohues të disa vlerave, i cili u shfaq në mënyrë shumë kontradiktore dhe në rastin e shëmbjes së teatrit kombëtar. Mua në rezultat të fundit më del që qëndrimi i tij është qëndrimi prej një njeriu që e përçmon kulturën shqiptare. Rasti i teatrit kombëtar është tek ajo dekik, fjala që ai pëlqen ta përdor, tek ajo dekik që goditi, tek ajo dekik e skrepit, tek ajo dekik e makinës së rënd që goditi teatrin kombëtar, në orën 4:30 të 17 majit, qëndron një obsesion 20 vjeçar. Qëndron një obsesion i viteve të tëra që ky gjiriz duhet shëmbur dhe duhet, pra, duke ju errur syt, duke ju errur vështrimi përballë trashëgimisë, historisë dhe vlerave. Përndryshe, si mund ta shpjegosh që ti nuk merr në llogari
mendimin e arkitektëve, shoqatave të arkitektëve, e një pjesë të shoqatave të arkitektëve, e njerëzve të cilët kanë gjykuar për atë objekt në mënyrë të pa interes, vetëm për qëllime si profesionist, domethënë, apo Max Velo, apo Artan Raça, apo Universiteti Polis, ndryshe nga Universiteti Shtetëror. Pra, ai e ka instrumentalizuar edhe atë që ne mund ta quajmë kulturë kombëtare, që është pjesë e traditës asaj që kanë bërë paraardhësit tanë. Por po t'i referohem për shembull gjërave që ai ka shkruar, Kurbani, që për hir të së vërtetës unë i kam bërë një prezantim të parë si lajm nëpërmjet botuses. Po. Dhe pastaj nuk jam marrë me atë libër, pra e kam lexuar patjetër dhe jam rikthyer sepse është i rëndësishëm për ta ballafaquar Ramën me gjërat që ai premton aty dhe me gjërat që ai thot. Dhe ja sugjeroj atë libër cili që do të njoh kryeministrin. Do ta njoh në 2 dimensione, si një person të cilit ne i kemi besuar shumë dhe të shikoj aty zgavërën e premtimeve të Ramës dhe si shkrimtari i premtuar ose si magjistari i fjalës të shikoj aty boshlikun kuptimor, po edhe rrekjen për të veshur me gënjeshtër, për të veshur gënjeshtërën me fjalë. Për këto 2 arsye, Kurbani është një libër që sugjeroj fort. Por kam njohur dhe njoh artist kaq me talent dhe interesant në Shqipëri, që nuk e meritojnë këtë kryeministër. Dhe jo vetëm artistët që njoh unë, po as prindrit e mi, as familja ime nuk e meriton këtë kryeministër. As shumë qytetarë tjerë shqiptarë, as shumë fshatar të varfër, jo të varfër, të mirë, të këqij, cili do, nuk e meriton, përveç se atyre që mendojnë që e meritojnë. E në fakt kur erdhi në 2013, kishte shpresa të mëdha brenda shoqërisë sonë se diçka do bëhej mirë, apo jo? Nuk e di nëse mban mend atë periudhën pas. Është apo është e kohë ta diskutojmë. Më duket prap sikur bëj një lloj kthehem atje ku isha. Ka qenë pikërisht me prezencën e Edi Ramës, Kasum Trebeshina, kur Sali Berisha në mbajtjen e një tubimi që do të bëj në afër sheshit Italia. Pra sot Nën Tereza, do mbaj një tubim, ishin akoma orët e para të nuk ishte rrëzuar shtatorja, më duket. Jo, nuk ishte rrëzuar shtatorja e Enver Hoxhës. Dhe Berisha ju thot që i frenon, më thënë. E frenon edhe Trebeshinën, edhe Ramën, më duket, po aty ka qenë dhe Erdian Klosi. Që ata t'jenë të matur e t'jenë të kujdesshëm, mos elektrizojnë turmat. Po, pra duhet mbajtur mirë edhe me regjimin që s'kishte vdekur përfundimisht akoma, po edhe me atë që do të vinte. Dhe Trebeshina thot, ju jep dorën Berishës dhe thot, Ika, thot, miropafshim, poshnja ka lindur e vdekur. Kështu që nëse do kërkojmë që nga doli ky Ram, pse erdhi ky, pse ky po jeton gjatë, duhet ta marrim nga më herët, duhet ta marrim edhe nga tradita jon politike, kulturore, çfarë kemi trashëguar, ekonomike, tek kapërcimi, ky momenti i kapërcimit, si u bë, sa i sinqert, sa i ndershëm, sa hileqar ishte, sa dinak ishte, sa u instrumentalizua.
Sa nuk u morën me gjërat Dhe thelbësore si prona, hapja e dosjeve. Ndodhi vërtet rotacioni apo ishin të njëjtat elita, të njëjtat elita politike, të njëjtat elita në kulturë? Çfarë ndodhi me zërat të cilët vërtet donin ndryshimin? Pra duhet të, edhe ne si gazetar duhet të bëjmë një hap mbrapa 30 vjeçar për të parë sepse ne ndërkohë kemi jetuar, Valmora, kemi jetuar me ritmin e gjërave. Dhe ti je dëshmitar, nuk do të thotë kesh distancën e duhur. Jam dakord, po. Je i përfshirë. Dhe është e nevojshme të rjetosh edhe një herë. Dhe ky rjetim pastaj mund të bëhet nëpërmjet dëshmisë, të shikosh arkivat e tua, të shikosh arkivat e kohës dhe t'i kthehesh edhe një herë që ku ndryshuan gjërat, ku u bën pazaret, ku u prishën interesat, ku u lidhen të tjera interesa. Të shikosh atë ceremoni funebre për Fatos Nanon dhe të shpallësh ditëzie është një gjë groteske. Pse? Po sepse unë do thosha që mjeshtrat e korrupsionit u farktuan në qeverinë e Nanos, në aq pak. Jo vetëm në qeverinë e tij jetë shkurtër, po në partinë që ai krijoi. Krijoja po e gjeti gati dhe ndryshoi ca aspekte. Nuk dua të bëj histori të partisë politike, por unë nisem nga kjo gjë, nisem nga të paktën në fushën e kulturës ato 4 vite që kapa nga 2000 deri në 2004, ku punët ishin në drejtimin e Nanos. Ka qenë periudha me destabilitetin ministror më të madh. Në këto vite që unë kam punuar. Ishte një eksperimentim i vazhdueshëm. Pra ti do shikoje në ministri njerëz të cilët nuk kishin kurfara aftësi as si lider dhe as si njohës të kulturës. Dhe fushat që unë të përmenda ka pas korrupsion vazhdueshëm. Libri, kinemaja, teatri. Megjithatë, kur e shikon formën se si u bë ceremonia e varrimit edhe homazhet, duke pak a shumë si një monopolizim i Partisë Socialiste. Pavarësisht se mori për masat. Nuk dua të hyj, domethënë e përdora këtë shembull në funksion të asaj ideje që thash, nuk dua të merrem në mënyrë posaçme me. Patjetër. Po edhe aty nuk mungoi, domethënë hipokrizia e Edi Ramës dhe zonjës tij. Shumë agresiv dhe shumë hipokrit në kushtet kur nuk është se ishin takuar, kur Nano ishte gjallë apo jo, gjithë këto vite. Nuk e di, nuk dua të merrem me këtë pjesë. Po tani, me që e the, ti ke parë ato pak daljet pakta që ka bërë Fatos Nano në media gjatë kësaj kohe, kanë qenë momente kritike o përpara një fushate zgjedhore, para një momenti që ka qenë duhet ishte decisiv, që ti vinte pikën mbi i. Edhe ata njerëz që mund të ishin të lëkundur, po për të ishte figura e Fatos Nanos që ishte aty për të trak, për të bërë atë lëvizjen, rregullimin e vogël, domethënë, të momentit fundit. Partia Socialiste ka pasur gjithmonë këtë kod. Kushdo që qoftë edhe është larguar, nuk ka folur kur kundër Partisë Socialiste dhe liderëve të vet. Nuk është vënë kur kundër, përkundrazi larguar ashtu në heshtje. E kanë pasur në përgjithësi këtë kodin për të mbajtur njëri tjetrin edhe për të. Shiko, politika është fusha që e përfaqëson më pak shoqërinë shqiptare. Pavarësisht se thonë këtu je duke rënë në një kontradikt, sepse
është populli, është shoqëria që po e mban, domethënë, këtë qeveri, po kur shikon se çfarë instrumentesh përdor qeveria për ta manipuluar popullin, atëherë thua që jo, nuk mund të jetë baraz populli me qeverinë. Kështu që është klasa ku privilegjet që ajo mban dhe meritat që ajo ka janë në një zhbalans të mjerueshme. Shoh që një pjesë të rinjve janë shkëputur totalisht nga përmbajtjet politike, nuk duan të dinë se çfarë ndodh në Shqipëri. Nuk e di nëse është për mirë apo për keq kjo, po praktikisht nuk konsumojnë përmbajtje mediatike që të bëjnë me politikën. Ndoshta edhe për këtij fakti se politika nuk është fare e lidhur me jetën e tyre. Edhe ndoshta kanë dhe fuqinë që të zgjedhin kanale. Po ja merr veten tënde për shembull, sa interesuar ke qenë. Duhet të vihesh një çik edhe në lëkurën e tjetrit. Nuk e di nëse atë ka interesuar ndonjëherë? Mua nuk më ka interesuar ndonjëherë. Nëse po flas në moshën e tyre, nuk më ka interesuar, por më ka interesuar politika për aq sa ajo e përdorte terrenin që u mbuloja, domethënë. Si ndikonte vendimarrja, kush ndikonte. Mbas kjo është e vërtet kur kemi qenë më të rinj, si merre një vendim. Dhe politika nuk mund të matet gjithmonë vetëm me parlamentin, me qeverinë dhe me figurën e politikanit, po edhe me shërbimet që ty të vinë. Më thënë që janë rrjedhoj, janë pasoje atyre shërbimeve vendimarrjes politike. Edhe të përditshmërisë, po themi, të marrjes së një dokumenti, të mënyrës se sa në stres duhet jesh, do të kërkohet para aty apo jo. Elsa, je duke shkruar këto kohë për te po. Edhe nëse mund na thuar se çfarë është një periudhë shumë nëse gjithmonë mund na zbulosh shumë produktive. Sapo kam përfunduar një tekst për teatr, një dram. Po. Dhe kur do vjet në sken? Jo, është ende herët për ta menduar. Jo, as nuk duhen shumë para më domosdoshmë. Jo, as nuk e mendoj fare unë këtë gjë. E para punës unë provoj kënaqësinë që e shkruaj. Dhe kur shikoj se si reagojnë ata që e lexojnë të parët. Pastaj nëse do jetë dikush që do ta pëlqejë dhe do ta vërin sken, se jo. Po nuk më shqetëson kjo gjë do vjet në sken apo jo. Fare. E ke kryer punën kur ajo botohet. Po. Jo, kur as për të botuar nuk është. Ndoshta më vonë, domethënë, nëse edhe ai që do ta botoj do ta pëlqej, jam shumë e qetë në këtë drejtim. Kur mendon se mund të dalë? Nuk e di, le të dal kur të doj. Ndoshta do krijohet në një mundësi vitin e ardhshëm. Pastaj kam disa gjëra në duar. Jam duke shkruar një artikull për teatrin kombëtar, për shëmbjen e teatrit, për një revistë italiane. Por nga që kam shkruar dhe kam folur disa herë, dua që të bëj diçka nga e para. Me një këndvështrim të ri, si e ke? Do jetë një tekst i ri, Kështu që mundesh ti rikthehesha edhe një arkivës edhe historisë që madje që nga 90-ta dhe kam takuar persona, kam takuar individë të cilët më kishin shpëtuar nga peizazhi gjatë asaj kohe. Kam takuar për shembull një nga drejtorët e hershëm të pas 90-s, Neritana Libalin. Ka qenë për një kohë të shkurtër, ka qenë drejtori i teatrit kombëtar, dhe ai më tha disa fakte shumë interesante që nuk i kisha ndeshur edhe
në gazeta. Tani ke dhe distancën e duhur për ta parë më ftohtë kam përshtypjen. Po, shikoj, është shumë e rëndësishme Valmora që diçka të mos vdes tek ty, sepse nuk mund të jetë vetëm arsyetim dhe logjikim ajo që shkruan. Jo, duhet që gjithmonë ta lidhi siç gjuha jon aty bashkë me pështymën, domethënë na ndihmon që ne të artikulojmë mendimin. Duhet që edhe pasioni të mos mungoj asnjëherë. Domethënë të jetë diçka që të jetoj dhe të jetë e gëzueshme, të jetë si fëmia, të jetë emocionale, aty që të arrit marrë kuptim edhe arsyetimi. Se përndryshe pastaj kthehet vetëm në fakte, në data, në vite, në të dhëna. Se jam kuriozit të di në fakt edhe këtu praj sa mund na zbulosh se unë jam atë që profesioni nuk jepet po vidhet. Po cilat janë zakonet e tua si gazetare? Se kjo mund t'ju vlej shumë edhe gazetarëve të rinj që na ndjekin, edhe gazetar, po edhe ne për t'i rikujtuar. A ke zakone si gjeneron idet, si krijon një temë, një çështje që ti do merresh? Hidhu në jetë, hidhu në rrugë, tako njerëz, qarkullo me autobus, shiko fytyrat e njerëzve, shiko çfarë i mundon, shiko çfarë i ndan, çfarë i bashkon, çfarë i gëzon, çfarë ju mungon. Shiko veshjen e tyre, shiko duart e tyre. A ju rëndon çanta që mbajnë? A janë fjalë pak? Nuk i pushon goja? A janë agresiv? A janë të vetmuar? A i tradhton fytyra e tyre? Kontrolli që ata i bëjnë fytyrës tyre? A i tradhtojnë emocionet? Një nga gjëra që unë nuk dua ta ndroj është qarkullimi me transport publik. Po. E mban mend me që më kujtove kohën e shekullit kur as autobuset nuk ekzistonin, kanë qenë furgonët që ne duhet merrnim furgon. Po. Për të shkuar te Don Bosco ose të ndaloje stacion më stacion sepse kishe lënë takimin e radhës në kafene. S'ka gjë mos gjithë skutat e qeta, edhe aty ku është zhurmë, edhe aty ku shikon njerëz të cilët mund të jenë edhe rrezik për që të mos e bësh si duhet punën tënde, s'ka problem, konsumoje. Konsumoje. Sepse do kesh kohë t'jesh vetëm, t'jesh e qetë në momentin që do ta shkruash artikullin. Apo dhe aty do vinë, aty do qartësohen mendimet e tua, aty do të vi tema që ti do në mënyrë specifike dhe jo të përgjithshme. Aty do duash të thuash që do t'i thuash redaktorit, editorit, nuk e di se si funksionon kjo puna e redaksive tani, se s'jam në një redaksi. Do jesh shumë bindse, do jetë vetë trupi yt edhe sytë e tu do jenë shumë bindes për atë që ti do të bësh. Dhe pasi të ketë ndodhur kjo, ose paralelisht me të, gjithmonë një libër në çantë, një flet volant, një blok shënimesh, një guid që ka të bëjë me atë që ti do të bësh, me galerinë, me profilin e një deputeti, shko edhe një më shumë. Mundësisht të takosh njerëz që e njohin, njerëz fëqinj të ti, apo mësuesin e ti, apo ndoshta po them tani në këtë moment me punën e deputetit, po them gjëra që i kanë dhe manualet e gazetarisë. Por është shumë e rëndësishme që paralelisht me ato që shqisat e tua kapin dhe përvoja jote sade dhe drejt për drejt dhe bruto në jetë të shoqërohet me leximin, me kultivimin. Jam përpjekur gjithmonë të vjedh kohë për të
lexuar nga njëri takim tek tjetri, nga njëri stacion tek tjetri. Duhet vjedhur koha. Edhe nëse do t'i hysh gjumit tënd në hak për ca kohë, do ta bësh të gjë sepse do shikosh një film që ka të bëjë me atë gjë për cilën ti do punosh. Ndoshta jo në mënyrë të drejtë për drejtë, por që të çojë ty në një gjendje dhe në një klim të tillë shpirtërore që ti ta vendosësh në një shtrat të butë dhe të sigurt atë që do të shkruash. Temën që do të trajtosh. Të shikosh një dokumentar të mirë, po leximi është shumë i rëndësishëm. Dhe nëse ke fat, nëse ke shans, që se të vëdhej fati i fillestarit. Jo. Ose fati. Jo, po ky ti je në momentin e duhur. Nëse jo, e gjitha kjo do të çojë atje ku duhet. Nëse ka afër një lexues që të gëzoj një lloj si ty, kur ti e ke shkruar atë gjë, atëherë them që mbyllet cikli në mënyrë perfekte. Dhe ky lexues mund të jetë miku yt, mund të jetë i dashuri yt, mund të jetë burri yt, mund të jetë shoqja jote ideale, mund të jetë një lexues i panjohur që të ndesh në rrugë. Që nuk është i sigurt kur të shikon, domethënë, a je ti ajo që e ke shkruar këtë gjë. Dhe por dikush që të lexon rregullisht është një gjë shumë e mirë, është një gjë shumë e mirë, sepse them që ka edhe shumë hipokrizi në ato që ne i quajmë feedback. Po. Shumë njerëz e thonë për forcë zakoni, për të përcjell, për të mos bërë disa ose sepse ti je e rëndësishme në një moment caktuar dhe prandaj e vlerësoj atë lexuesin që gëzohet një lloj si ty, ai është shumë i rëndësishëm. Edhe pyetja e fundit ta themi apo Si e të para duhet. fundit? A një gazetar të rinj që janë të talentuar dhe që mund ta mbulojnë mirë kulturën edhe ta zhbirilojnë me gjithë e ta kritikojnë aty ku Po para se të më thuash a një gazetar, duhet më thuash a një media? A ka media? unë mendoj që gazetari në fakt A ke media? është bërë më i madh se media sot. Në dy në rrafshe. Së pari sepse thash është teknologjia që ofron, pra më duket sikur gazetari ka dalë nga këto strukturat e domosdoshme që ti të jetoje si gazetar, pra gazetari mund të jetë E kuptoj. Si ma bëre pyetjen? A një gazetar që kanë talent dhe kanë mbase të themi integritetin e duhur për të qenë për të shkruar për kulturën. Atëherë, kur ti më the që çfarë do fusjet e zakonet, unë nuk të përgjigja një gazetar që të shkruaj mirë, a që të ketë talent. Unë të përmenda një kontekst tjetër. Po. Kështu që për mua nuk ka rëndësi që ai gazetari të shkruaj mirë. Që ai gazetari të shkruaj mirë është një gjë, por që të ketë edhe cilësitë e tjera është gjëja. Te talenti unë nuk fuz vetëm shkrimin e mirë. Është vetë gjëja. Talenti ti jesh aty afër me njerëzit. Pra. Nuk ka pikë vlere që unë të përmend emra. Jo. Po flas në jo me emra, nuk dua emra. Me humbjen e redaksive. Nuk do thosha klasike, se ne as nuk patëm as nuk e jetuam një cikël të plot që të thuash kemi pasur një gazetari nga ky vit në këtë vit që e jetoi epokën e vet. Nuk e themi dot. Sepse dhe media ka qenë në tranzicion si Shqipëria, apo jo? Kështu që humbja edhe atyre pak formave të strukturuara
të bëri gazetari në Shqipëri. Ishte si humbja e një foleje, domethënë për edhe për individët, edhe për gazetarë, për të bërë këtë profesion. Ti sot mund të kesh njerëz me talent, të cilët i shprehin mendimet e tyre. Edhe në rrjetet sociale, edhe në mënyrë të copëzuar. Por të shikoj profesionist në fushën e kulturës që ti dedikohen kësaj rruge me gjithë shka, e kam të vështirë ta gjej ta. Thënë, e Birni ka gazetar shumë të mirë, shumë të mirë. Madje shikoj ndonjëherë të atij niveli që nuk ka dallim edhe me mediat, me gazeta tjera të rëndësishme që mund të lexoj unë, domethënë, në botë. Po flas për ekonominë, po flas për investigimin, për fushën sociale. Po me kulturën çfarë do bëhet? Kjo është edhe pyetja që i shtrova. Se kthehemi prapë te ai komisioni. Zonjës Ina Zhupa, që ju këtu keni ftuar gazetar kulturës dhe shumë mirë keni bërë, sepse keni nevojë për sytë e tyre, për atë që ata shikojnë dhe për raportimin e tyre. Po për këta, kush do mendoj? Ju keni në varësi radio televizionin shqiptar. A e merrni ndonjëherë në analizë se çfarë mund të bëjë ky institucion, çfarë bën ky institucion për kulturën? Dhe për edukimin, dy gjëra të rëndësishme që unë dua të shikoj nga i televizion. Sepse RTS-ja bëhet lajm vetëm për festivalin e këngës, vetëm për ahengun e këngës dhe vetëm për e blejm apo se blejm Champions League. Kupton? Që janë sporte popullore. Edhe festivali këngë është sport popullor. Po ne kemi një orë që po flasim këtu për tjetër gjë. Po. Dhe radio televizioni publik shqiptar nuk është si çdo media private, ka një tjetër si ja kërkon dot Top Channelit. Pikërisht, po ta kishte ndërmend ta bënte e bënte. Nuk i linte 3 minuta rubrikës librit. Po, shturp. Dhe kthehemi tek ajo që tham në fillim, që ti zgjedh një moderatore me kredibilitet politik që të bëj intervista për jetën private të divorcit të atyre që quhen prima balerinës edhe balerinit parë. Kjo është qesharake. Pra, ke rrjete të tëra që thithin fonde për gazetarinë investigative dhe shumë mirë bëjnë. Po, sepse e kanë çuar në një nivel shumë të lartë. Po për gazetarinë e kulturës çfarë do bëjmë? Për gazetarinë politike ke studiot, emisioneve politike. Gazetari politike. Po mirë, pra dakord, po të jap, si të thuash, kjo është bërë si ndarje pronash, Valmora. Po, e drejtë. Secili ka marrë nga një copë. Por nuk është gazetari politike më. Ajo e studiove. Nuk e di nëse ju përgjigja pyetjes tënde. Po. Ju me këtë gjë. Po ti ishte shekulli, do vazhdonte, do kishte një brez të konsoliduar, do thosha unë, shekulli, Panorama, Gazeta Shqiptare, që do t'ishin aty me artikuj, me raporte dhe me analizat të thelluara, po të vazhdonte, edhe një 10 vjeçar, nuk është pak. Gjithë ky 10 vjeçar i fundit, që fundosi përfundimisht printin dhe ngriti webit, audiovizualit, nuk e bëri më të mirë fushën e diskutimit. Dhe printi është shumë i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm për formimin e gazetarit dhe për rritjen e gazetarit.
Po. Jam dakord, por je i detyruar që ndonjëherë të bëhesh edhe fleksibël, sepse në të kundërt nuk ekziston më. Kjo nuk do të thotë të ulësh standardin. Jo, po ky nuk është fleksibilitet. Domethënë ke rritjen e një medie Fleksibilitetin në format, dhe vdekjen e një tjetre. Fleksibiliteti është ku ti të lejosh bashkëjetesën e gjërave. Okej. Jam dakord në këtë kuptim, tjetra ka vdekur. Po. Ilsa, ishim bashk sa minuta të mira. Unë shpresoj që mos kemi tingëlluar si në një botë tjetër, në një hapësirë tjetër për disa që do na dëgjojnë dhe që po na dëgjojnë. Atë e di misioni yt që ke marrë. Unë të përgjigja erdha këtu. Jam e sigurt, e drejt. Nuk merrem tani me sa shikues. Jo, jam e sigurt që edhe një pjesë e gazetarëve që do na dëgjojnë i ndjejnë në lëkurë këto diskutime që ne bëm. Edhe të falenderoj shumë, po pres datën kur do ta botosh dramën. Po do të njoftoj. Që është vitin tjetër, Paga shumë? Po mund të jetë vitin tjetër, po. Po nuk e di, do të njoftoj, do të them. do ta marrim vesh me patjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ti.